Zhbulohet vajza Pink e postimeve të Atillës. Po, e vërtet. Këtë vit me të madh është komentuar mbi raportet e Attila Kardesh. Pas ndarjes nga partneri u përfol një romancë e mundshme me Rovena Stefan, informatë të cilën e demantoi për herë të parë në një intervistë për Priveba Liberta Spahiu. Megjithatë, ka disa ditë që ai po ngacmon kurreshtin e ndjekësve, duke shfaqur pa i zbuluar fytyrën një femër me të cilën po shoqërohet. Arsyeja pse nuk po e nxjerr me portret mund të jetë e kuptueshme, pasi që ajo, që ka këngëtare e famshme, me siguri e mban në mend Eva Ndojën me projektet e suksesshme të saj dikur. Burimet e sigurta të Priveba Liberta Spahiu kanë bërë të ditur se ajo po qëndron në Kosovë dhe është vajza që Attila nxirrte në story, siç konfirmojnë këto shkrepje me të njëjtën bluzë. Dëshmitar okular kanë rrëfyer për Priveba Liberta Spahiu se ata shihen shpesh krah njëri tjetrit të afërt në kafeteritë e kryeqytetit. Nuk dihet nëse po i lidh një punë, diçka më shumë, apo të dyja bashk, por sigurisht që nevës na shpëton asgjë për shir as ky zhvillim. Për më trejat, do jemi këtu, patjetër.